që ndoshta do t'i kushtojnë shumë më vonë gjatë kampionatit. Skuadra vlonjate vinte në këtë takim me informacion të përgjysmuar titullarësh për shkak të masave të marra nga presidenca e klubit. Mund të shkonte edhe shumë më keq për Apollonin, e cila para publikut saj këtë herë mjaftohet me vetëm 1 pikë, një ndeshje e cila ka lënë një shije super të hidhur tek vendasit teksa ka rikthyer ndoshta deri diku vëmendjen te drejtimi, që gjithsesi ka pranuar se skuadra luajti shumë mirë dhe në të vërtetë ashtu ndodhi pavarësisht rezultatit. Ndeshja nis me një shpejt dhe që në minutën e dytë se Ada Gjibulić provon me një gjuajtje nga gjysmë distanca, por topi kalon mbi tra. Disa minuta më vonë Ragipovic nga një krosi i Kelmendit nuk gjendet aty në kohë gjuan, por Alili pret. Tenton mëtej në minutën e 23 sërish Gjibulić me një gjuajtje nga rreth 20 metra, por topi nuk i bindet dhe përfundon jashtë. Sërish do t'jetë Apollonia, pak minuta më vonë, pikërisht në të 26-ën, një goditje e bukur me kokë e kapitenit Fjerak dhe Halili nuk e zotron mirë topin që shkon drejt shtyllës së djathtë Pingule. Aty ndodhet Kaçi, Gjuan prirët me portën, po këtë herë portieri tregohet i sigurt. Apollonia shton presionin për gol që ende nuk vjen. Përsëri Fjerakët dhe sërish Gjibulić që gjuan fort, por topi këtë radhë ka goditur shtyllën transversale të flamurtarit. Në të 37-ën, Kaçi kroson në zonë, atje Grami kërcen fuqishëm me kokë një top që ka kaluar ngjitur me shtyllën e djathtë Pingule, përsëri frik tek porta vlonjate. Fraksioni i parë i lojës mbyllet pa gola, por me shumë raste të Apollonis. Pjesa e dytë do të nisë me një reagim të parë të skuadrës vlonjate, kur Junior shfaqet i vetëm përballë qendërmbrojtësit Shoshi, pason saktë tek Mema ky fundit Gjuan, ndërhyn një mbrojtës dhe portieri Fjerak pret më pas me lehtësi. Sërish Apollonia është minuta e 53, Bërkic shmang Beliçën futet në zonë për është ndërhyrje e Gjukić që ka shmangur rrezikun në portën vlonjate. Më vonë do t'jetë Gjibulić, sërish ai, i cili provon nga një goditje dënimi nga një distancë prej 20 metrash, pret me jo pak vështirësi Alili. Vjen edhe momenti për skuadrën vendas, është bllokimi, është minuta e 67 e ndeshjes. Gjibulić harkon, topi i gjen të zbuluar nga mbrojtja vlonjate mbrojtësi nigerian Ofoyen, i cili me kokë përcjell topin në krahun e djathtë të portës mike. Gol. 1-0 për Apollonin, shpërthen stadiumi, skuadra Fjerake gjen golin, por ky entuziazëm nuk do të zgjasë shumë, pasi miqt do të rikthejnë sërish ekuilibrat në fushë. Minuta e 78, Belisha ka krosuar drejt portës, aty është kapiten Sakaj, ndonse me shpinë nga porta gjuan bukur me kokë dhe barazon shifrat në 1-1. Heshtje në loni Papuqiu, vlonjatët barazojnë, tifozët ndoshta nuk e besonin barazimin kaq shpejt. Kanë mbetur minuta mjaftueshëm ndërkaq edhe për një gol që vendasit e kërkojnë me jo pak ngulm. Provon në të 84 minutë Gjibulić, i cili gjuan me tepër forcë nga 16-shtja, por pret Halili. Por ankthi provohet me njëherë nga vendasit, teksa një ofensiv vlonjate sjell drithërima tek mbrojtja Fjerake. Minuta e 88, vlonjatët rëmbejnë një top në mesfush, Gjukić ndodhet përballë Shoshit, gjuan befasi dhe rrezikon seriozisht portën e Apollonis. Rast fatal i shpërdoruar nga flamurtari që mund të kthejë në Vlorë me pikë të plota, porta Fjerake shpëton për mrekulli. Sadiku vërshëllen për mbylljen e takimit dhe skuadrat fqinje ndajnë tashmë pikën, një disfat në momentin tërësisht të papërshtatshëm për vendasit që gjithsesi ruajnë vendin e tretë në klasifikim. Flamurtari pas sanksioneve kthehet te pika, pikë që mund të konfirmojë kthesën, por që për presidentin Gjika duhen ende prova, tashmë në kuotën 3.